se di sa është u vrejt kjo video. Është një djallë që në 3 natë është vishë të hajtë. Tu bo kështë po intervistohet. Kjo drejni. Qka bojmë na? E qka bojmë na? Ëndrën e ti e bojmë realitet. Se lojna me veç... Ishpa sa përshtin ju për mu që të? Sa prezentoni ju për mu, prezentoni anë e vetë, s'kemi? Na me shti, po hajde. Qa keni shme ju për mu që të? Hajde. Sa dytë. Që, dranë si lindi idea për të ha për TikTok? Ty bëjena konë të nejsh, atë dhe që kum qelë. E kum po pasvordin, qysh me khalip, që është e kum qelë. Sheki pasvordin? Ajo të është. Luna. Ani jo qysh e ki pasvordin, po qysh ta ka ly pasvordin, që me di qysh e ki lorë. Mu më thujnë për rrugë edhe për pasvord, as vënd me vetë. A ty të thojnë apo ka ben, po të pa e kanë se sështë qashtu. Për mosh s'bën me vetë. Hajde. Po këtë pyetje ma. Shumë i pjesh koka. Hajde ta kanë zetë në veç. Që, po vazhdojnë se më s'ja manë Hajde. vëmendin juve, familje. Jo, ti na more vëmendje, na me sot me mu ditë e ndzyllim. Shtina në intervjist këto, se na dojna këgja dëfar tiktokera kështu. Tash, apo i bjen që unë do na mu një keq? Po të shtina ty qatë industria, A me konu në inferiore ka shi ju shak po është ideja? Jo. As pa, kjo është mundësia jote e artë që me marë... Po. Hajde? Hajde. Urdhra bardha shala. Hajde ne? Përshëndetje, mirë se vini. Shëndetje, mirë se ju gjeta. Bardha na ke zbukuru... Që nëse vazhdojnë që shtu një është qohë dhe hajde që to. Hajde të këshirëm të qësh po fojt për TikTok. Hajde. Apo bën hajde. Hajde. Si lindi idea për ty me dhes TikTok-ën tonë? Që shumë konë mas mirë në shpeq atë? Thash pëse mos me qelë një TikTok? Kom po që e lindriti drejni kanë dhez në TikTok edhe thash hajta provoj e dhone. Ta për qela pasvordin edhe ashtu ashtu që shma kërkoj edhe që sot ku jom këto. Po, edhe a ke qenë të Një vetë? intervjist për kur gjoheq. Po, a ke qenë vetë apo ke qenë Jo me njëherë kom pas. Ush me dëgju pyetje, nuk falë. Po, kërkoj falje. Se tani mu po më thu Për herë parë në interviste kom emocione. Sigurisht. Hajde një ratovi që shduhet më ratu, unë drejnë aty, falimdej shumë që ke gjetë kosat për neve. Edhe për një me është knacimit pas këtu, një djallë shumë të ri, po me shumë ambicie. Nderit shumë. Në fakt edhe një publik ta në ke bo për veti me këtë energjin tonë edhe me spontanitetin tonë. Po, e kom që ato, kom qef me pas pozitivitet të njerëzit edhe më një njerëzit mirë kur janë afer me jo. Edhe nëse e ka një ditë vështirë kur të më shoj mu, dy qysh me pas një pozitivitet. A na të rëkën? Ja, një pyetje. Sa është e vështirë tajnë për ty me kanë gjithmonë pozitiv edhe me japë këtë energji, sepse të konsumon edhe kjo? Po, e vërtit, po nuk e kom problem, se unë e shoj gjithë pjesën e mirë një sanit, edhe mundon a gjithë mu knash me gjithë shka. Tani qaja besoj që e bënd vetën. Knashna me një san shumë thjesht edhe apet e bëjnë një diçka interesante me qatë san. Okej. Na kemi pak të gjanat interesante edhe spontanitetin të në TikTok, po nuk e dim realisht pas kamerës si TikTokut kush është drenë humolli dhe qka bën në ditë të lirë për posë se meret me pjesën e TikTokut. A të rego pak ma shumë rrëdh vetës, një ditë normale që është për para kamera për qashtu juna me nonën tem dhe sot e vona rahative në aty dhe sot i rahatujna dhe sa në kamerat e kështu. I pengujnë tripodat e kështu që i lanë për rrugë dhe sot i kry video, po e gjena në zhjitje. Që që ke zetë për mbajtje në drenë për me boso, për një ma është e vështirë një TikToker në Kosovë, ka i ndoshta mere me një përmbajtje të njëjti, pak ma ndryshe prej këtyne. Je shumë original dhe shumë autentik në idetë tua. Do më thonë një familje balkanike ose shqiptare pak ma sakë që është pasqyrën formë më të mirë të mëshme në TikTok. E kom një sen që munduna me jetën time me lidhë çdo rast që e bëjnë TikTok çdo video. Bile një video që më ka shku viral u kanë që kur munduna mos me i banjë të hongur ushqim, ju më kanë të himi pastru dur spontanisht që këmë thonë, wes, a ide e mirë që keme bon TikTok, hajte provoj. Edhe munduna me lidhë me jetën të them, po kreativitet është pak shtirë me pas gjithkosh, edhe munduna që nësë është një trend ose diqka, jo me kopju që atë trendi, po me bo diqka ka ona jam ma originale diqka. Në mënyrën tonë. Kjo që e bona që ashtë me këtë kër e la dritaren hapë për natën, u mënova pak me bo me stil temin që mos mu bo gjithë shumë kopje dikoj tjetër. Drenë sigurisht që me hap TikTokun edhe me pasqyru jetën tonë edhe realitetin tonë, është pak edhe skeptike sepse mundet me pas edhe komente, mundet me pas reagime të ndryshme. E ke pas këtë sfid fillimisht që qysh po e presin edhe komentet negative atë kanë diku në najsen? Komentet negative ka me pas gjithmonë, unë nuk është edhe që ma shumë komentet negative. Sheh.
Është vërtet se në shkollë mesme për shembull dhe më men kur bësha TikTok, ai bësha me të shkollës kështu ndaj trend ose diçka, të nesër ma bëshin dikush për shembull pse s'm ke qit mund TikTok, e ke qit këto. Nuk ka kur problem që kjo nga ona negative, se edhe komentet me të tregu drejt nuk është i këshyre, nuk i bëj as like as kur gjë. Se aja bona pak si nuk. Ai TikTok. Okej, di lëni. Nuk ka pushka. Se emocione pa. Pa merak, kuptueshme. Po, nuk e kam problem. Është mësu edhe familja jam me mu, që shi bëj TikTokat, e kanë marrë si për ditëshmëri, nuk e kanë edhe ata shumë. Mirë po me konë kë drejni në rrethin e ngushtë, si ka shëshnija si nga familja edhe tash me dalë në një dren që e ka një audiencë më të madhe. A ka qenë pak sfiduese ajo? Jo, se kom pas problem kurse edhe në për programa, në për shtë të shkollë që më konë iniciatori me dalë para krejtë. Nuk e kom problem shumë. Po familjarët e tu drenë se kam pa këtë rrugtim të ndin me famën TikTok, me vëmendin që e ke marrë vazhdimisht. A kanë qenë për aty, ndoshta që e konë skeptik për rrugtimin të në të ri, apo e konë shumë për krasë për ditës parë dhe i tash? Ju ka dok pak interesante fillim, se është normale, diçka me dalë në TikTok, se nuk është që ka bo kërkush familjen tem këtë sen. Po tash të kur u bo audiencë ketë, lypin edhe këta me dalë në TikTok. Po e ki me pagesë tash? Unë e kalzova diçka në fillim intervjisës, ose më pyetni për pagesë. Jo, të familja po menoj, këta që dojnë me dalë. Jo, këta jo. Se vlau që shushtu nejtë që atje po më kujtu ta defeta që ka thonë hikmetur, më sumë që atë. Hikmetur e shumë, që shëkohet me vlau ta largoj. Qa është qëndrimi? Qëndret. Unë më që atje më sumë për mikri. Dren, po më intereson që argumente ke marrë për imamit, se në shumicën e videove tua është familja shqiptare, nonat shqiptare, nonat balkanike, etjere. Që argumentet ka jep nona që TikTok e ki pasiru një realitet tonin, po ndoshta këtu nona tona s'kan qef me i qitë bashkë ashtu që shqen. Jo pëse s'jena bashkë që shto në këtë kontekst i ka ato TikTokin e fund jam me të regu drejt, TikTok i dhejës tani ja qënë tezja, për shumë grup tezës, edhe aja që atër e merë vesh që e kumë qitë TikTokin për ta. A të të fshirë në i video, se nuk po pëlqen që e ki qitë nanën tonë, edhe se nuk është fizikisht atë. Jo, ma bën ka në herë, rë ke qitë pjesën ma mirë që kënjena i ka shpëshime. E fshime është gjithë ka, tu. Bravo. Drena, a ka në një kufi për shumë prej familjes tane që me thonë, bëni qëto, po tëri qëto e ki kufinin, kënjena mos të helë. So që ma kanë caktu, veç, babe është aod, nuk den TikTok akër, kështu që qaj besoj është një limit, po jo, nëjsan. A na fol pak edhe për një video që unë e Lindrit e prezentu në pjesën me ty, ku je në shpe, në qëndrim ditor edhe në 3 natës me ato mendimet intrusive tua që je të ju përgjigj një interviste. Qysh ka ardhë ideja me kryu atë video në fakt edhe qysh e more ftesën tonë për me qenë pjesën me ta realizu këtë andër në tojnë za po theme. Nuk është që dishta me arë, po që shumë theri Lindrit i thash, hajtë vëjtë, Tona ato ke interesant, Munu, e boni të vetën. Po bëj pak shako se, si që cika ma herët, janë rasti që ndodhe për ditë shmëri edhe në thëmë, pse mos me po që TikTok se nashta është që është dhe dikush tjetër që është qashtu. Lindriti më ka shkru, ma ka bo bilet e këshyri mesajën që të, ja marrë me fakte. Nëse nuk është ftesa shumë zyrtare, mos e ledzohet që drejnë. Ledzohet me gramatik. Do me thonë që ka zyrtare, okej, Jo, Lindriti më thate bojna realitet videon tonë që e ki pas dëshirë, tash okej, në rejko, masi ku më thirë. Drejnë, do shta nuk është e vështirë shumë për me dhezë me video në parë edhe dytë, përsa është e vështirë me mbajt këtë tempon që se cila video me u pëlqy edhe me pas atë vëmendjen masive të publikot. U ka një kohë që u bo një update TikTok edhe tash të TikTok i favorizej ke që ato video. Edhe gjdo video që e qetra nuk merke like, nuk merke view shmëri, edhe thësha që ka jëm të bo gabim pëse po dhezë një videot. Ta është e përdori ma shumë të e kom gjetë stilin tem që gjithë qysh me po videon me zotë temen se dhejz video, ja? Edhe me bo 3 sekundin e par interesant. Se në momentin që e bëhe 3 sekundin e interesant, kom e të nojtë audiencë për me shiku videon tem që është ka ndodhë. Po munduna me bo një kurizitet e audienca që me ditë që me pas ata për shambull një përshtypje që ka me bo drejni diqka herën tjetër që ka me konë videoja tjetër edhe një big reveal me bo diqka. Osa o kanë e fështirë ose a e ke zgjedh pikrisht në qëfar mënyrë për do me i bo vidit, apo ka rjedhë kështu shumë spontanisht edhe ke dalë këto? Po, ka rjedhë spontanisht, nuk është që më ka arë me një herë, e kom po që qa po përgjet nga audienca edhe që ato kom vendos me vazhdo.
A kam informacionin e sakt e jo, Vjosa Osmani ta ka uru ditëlindjen, presidentja? Po, ma ka uru ditëlindjen. A na tregon pak këtë pjesë? Ajo ka eftu me parazeteve të familja jonë dhe e ka ditë që e kom ditëlindjen që a ditë se u kanë eftu me edhe me një dasëm tonë familjes. Na ka njohë kështu si emra dhe në që a ditë kërë orë Vjosat e na e kom pas ditëlindjen. Edhe kom thonë, e kom ditëlindjen kështu kështu, ka thonë hajde të bëna një video shpejt edhe ta uroj ditëlindjen, ja kom po a bëme që TikTok edhe e kom që... Në thonë pas ka qenë dhurata e saj. Dhurata e saj. Është një ndër dhuratat më të mira që ke marrë? Po ta është dhurata më e mirë që e kom është familja jam. Ton ke ki. Për fund, sa ja vlen me u marrë me TikTok, Dran? Sa përfiton prej këtyre video në rrjetet sociale, në fakt? Është profesion shumë i mirë dhe shumë i lehtë. Mendoj që kush ka dhuntim më mirë me atë sen edhe kush është që dëshiron edhe I prirur, po, mundet me bërë diçka. Është shumë profesion i lehtë dhe mundesh me pas përfitim shumë të madh. Po, a mundesh prej TikTokut me jetu? Sepse ti bën punë tjetër, apo? Po, për momentin tem nuk është të mjaftueshme veç TikToku, po normal që nëse bëjnë audiencë shumë të madhe, besoj është të mjaftueshëm. Faleminderit shumë Dreni për pjesëmarrjen tonë dhe këto. Kënaqësi me dëgju dhe prej afër dhe po t'inkurajoj me vazhdu tutje me na kënaq me spontanitetin edhe me kreativitetin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë juve. Rendi, kënaqësi shumë e madhe, shpresoj që kemi pas gjithmonë këtë vullnet edhe me na sjell gjëra pozitive, se sinqerisht kemi nevojë për video. Është prioriteti jam. Neve na kemi shumë për juve për ftesën. Kujto një like aty, share pak. Çka të mujna me mundësi tona.